Kanali zyrtar i Lady Gagës në YouTube është riparuar pasi u bllokua pas një çështje për të drejtat e autorit. Ditën e djeshme, një njoftim në website thoshte se pezullimi vinte si pasojë e një shkelje të vazhdueshme të politikave të YouTube mbi të drejtat e autorit, por gjatë orëve të natës, kanali këngëtares së famshme është kthyer në normalitet, bëjnë të ditur mediat amerikane. Politika e YouTube mbi të drejtat e autorit është të heq kanalet nëse regjistrohen 3 shkelje të tyre. Thuhet se mosmarrveshja kishte të bënte me një kompani mediatike pas performancës së Lady Gagës në kanalin japonez Fui TV. Zonja e parë e Francës, Carla Bruni, ka deklaruar se fëmia që pret nga Nicolas Sarkozy është një lumturi e papritur. Bruni sqaroi se fshehtësia e mbajtur rreth fëmijës që pret ishte një dëshirë e saj për ta ruajtur jetën e saj private. Është një lumturi e madhe për mua, por në fund të fundit është diçka e zakonshme që ndodh femrave dhe për këtë arsye nuk më duke e arsyeshme që të flitej çdo ditë për shtazanin time, theksoi bashkëshortja e presidentit të Francës. Rihanna tashmë është mbretëresha e Facebookut. Këngëtarja e famshme ka arritur 10 milion fansa në rrjetin social duke rrëmbyer vendin e parë Lady Gagës. Vajza nga Barbados ka rreth 20.000 fansa më shumë se Gaga, e cila duhet të kënaqet me vendin e parë në Twitter ku e ndjekin 11 milion e gjysmë persona. Rihanna ka vetëm 6 milion ndjekës në Twitter. Mund të ishin çifti verës, por nuk është kështu. Fotot e Michelle Hunziker me pushime në det, me truprojën e saj Federico mbushën faqe të rozë të kësaj vere të nxehtë, por duke parë imazhet, një lexues i gjermanes Bild ka bërë një zbulim të papritur, një tatuazh neonazist në krahun e 26 vjeçarit. Dhe Michelle Hunziker menjëherë ka marrë vendimin për ta përjashtuar truprojën e saj, i cili kishte në pjesën e sipërme të krahut të djathtë White Power, një shenjë qartë të njohjes së të djathës ekstremiste raciste. Nën tatuazh duket shkrimi intoleranca, emri një bande neonaziste italiane.